Partia Demokratike e Kosovës ka qenë e qartë që nga fillimi, jo vetëm pas përfundimit të procesit zgjedhor, por edhe në fazën e mëhershme. Partia Demokratike e Kosovës preferon një koalicion me subjektet politike që deri dje kemi qenë së bashku në opozit. Dhe duhet ta sqaroj pak këtë, sepse shpesh herë ky përdorimi i termave që kanë marrë kogja shumë konotacione pejorative, via të kuqe, via të zeza. Ky nuk është ndonjë lloj refuzimi, si me thonë, personal apo inatshur. Këtë refuzim nuk vonet dhe që ta që e preferojme këto, këtu sta ju. Jo, më them që t'jeme qartë. Ne e shohim dhe përjetojmë Kosovën tërësisht ndryshe nga lëvizja vetëvendosje. Ne po besojmë që Kosovës i duhet një qeveri, e cila urgjentisht e kthen Kosovën në binar të drejtë. Një qeveri serioze, profesioniste, e parashikueshme, e cila i riparon raportet e cënuara me aleatët tonë ndërkombëtar, i largon sanksionet, trajton problemet e qytetarit të Republikës së Kosovës, mirret me çmimin e lartë të energjisë elektrike, e cila është bërë e papërballueshme për shumicën e qytetarëve të Kosovës, mirret me inflacionin, mirret me pagat e ulta, mirret me krijimin e një konteksti në të cilin secili qytetar i krijohet mundësia që ta realizojë potencialin e vet, dhe ne e shohim projektin zhvillimor Kosovën dhe të ardhmen tërësisht ndryshe nga lëvizja vetëvendosje. Për këtë arsye, një koalicion me ta është i pamundur. Këtu nuk dua të fyej rreth 40% qytetarëve të Kosovës që e kanë votuar lëvizjen vetëvendosje. Sigurisht kjo parti bashkë me 2 parti tjera në gara, se kanë qenë 3 subjekte politike që kanë ngaruar në një listë zgjedhore, lëvizja vetëvendosje, lëvizja Guxha dhe Alternativa. Ne nuk duam t'i fyejmë votuesit e këtyre subjekteve politike. Ata e kanë votuar duke besuar në një platformë. Është e qartë që kjo kost e cila ka qeverisur Kosovën deri më dje është kampion vetëm në propagandë, vetëm në fyrje, në përçarje, në sharje. Ne kemi refuzuar të bëhemi pjesë e një debati të tillë, sidoqoftë pa dashur të fyejmë votuesit, ne i sigurojmë ata që Partia Demokratike e Kosovës nuk do t'jetë përjashtuese, nuk do të ndëshkoj komunat që kanë votuar dikë tjetër. Ne do të synojmë që Kosovës t'i ofrojmë një qeveri tjetër nga kjo që kemi pasur deri më sot. Po thoni që i kanë ndëshku ata në komunat? Po, to nuk janë të dhëna të mia, këto janë të dhëna statistikore, mjafton të shihni shpërndarjen e buxhetit të Republikës Kosovës dhe shihni që komunat të cilat janë udhëhequr nga subjekte tjera politike nuk kanë marrë mbështetje financiare nga ana e qeverisë së Republikës Kosovës. Madje ka komuna që kanë marrë 0 cent, as 1 cent nuk u është ndarë nga qeveria e Republikës Kosovës. Ne nuk do të operojmë me një mendësi të tillë, ne po synojmë që me subjekte tjera që deri dje kanë qenë me ne në opozit, të krijojmë një qeveri të re, e cila do t'i kthej Kosovës perspektivën dhe do t'a rikthej Kosovën në binar të mbarë. Sigurisht, ka rregulla, ka afate kushtetuese, ka procedura, tash, si të themi, përgjegjësia kryesore i takon atij grupacioni politik që ka dalë pare, pra atyre 3 partive politike që kanë ngaruar në një listë. Ata do ta kenë mundësinë e parë që ta formojnë qeverinë.